Pos materialeve, bluzave me simbole partijake, bie në sy edhe rozë, ngjyra e zgjedhur për të mbështetur kauzën e luftës ndaj kancerit të gjirit. E kjo për një arsye, nga se ky tubem i lëvizjes vetëvendosje në Prishtinë ju dedikua vajzave dhe grave, përfshirë edhe listën e kandidateve për asamble nga ky subjekt. Këto nuk kursejnë respektin për pretenduesin për kryeqytetin Hajrullah Qeko kur ky vjen. I përgjedhuri i vetëvendosjes tha se në kuadër të platformës së tij, Prishtina 2035, barazia gjinore nuk është veç premtim, por një rrugtim i përbashkët. Nëse një qytet nuk është i drejtë për gratë, ai nuk është i drejtë për askënd. Ai mesirash theksoi se gratë historikisht e kanë mbajtur barën e një shoqërie dhe shtetit, përveç që lindën e rritën fëmijë dhe bën punë për cilat nuk u paguan. Sipas Qekos, tash është koha që kjo të ndryshojë. Kemi nisur zgjerimin e çerdheve publike dhe atyre me bazë në komunitet, që kujdesi për fëmijët të mos jetë më barë individuale, por përgjegjësi shoqërore. Në çdo QMF do të shtojmë psikologe dhe asistente sociale, sepse kujdesi emocional është po aq i rëndësishëm sa kujdesi fizik. Kandidati që po synon t'ia kthejë vetëvendosjes Prishtinën, bëri të ditur se ka dhe politika tjera mbështetëse për punësim dhe fuqizim për gratë. Po zhvillojmë programin për punësimin e grave dhe vajzave të reja, me përparësi për ato që janë jashtë tregut të punës, që t'u kthehet dinjiteti ekonomik përmes punës me pagë të drejtë. Këtu u prezantuan edhe të gjitha gratë që po e kërkojnë votën për kuvend komunal të Prishtinës, e cilat u prezantuan nga numri 1 i listës së VV-s. Një tjetër kandidate e VV-s, e cila edhe në mandatin aktual është asambliste, Nora Kelmendi, u ngatrua pak kur ju referua Qekos. Unë së bashku me kryetarin së bashku me Hajrën të ta angazhojmë në pranime teknike të gjitha ndërtesave dhe njësive banësore, të cilat nuk janë të pranuara deri në ato tani.